Dhe këtu vjen pjesa didaktike që e gjejmë të shumë poezit të Naimit dhe që është i parë karakteristik i poetikës së tij. Pjesa pra ku poeti, duke luajtur rolin e mësuesit për popullin e vet, i jep atij këshilla, e mëson, prandaj dhe quhet didaktike. Unë dua njerëzin, mirësinë e urtësinë. Pasi ka dhënë virtytet e poetit, sakrificën e tij për njerëzit, tani tregon cilat janë virtytet që ai poeti vlerëson: njerëzin, humanizmin, mirësinë dhe urtësinë. Dhe mëtej ju thot, nëse doni të ndiqni shembullin tim, të bëheni si unë, në bëhi shok me mua, në më doni si ju dua, duhet të ndiqni rrugën time, këshillën time. Siç e dua unë njeriu, në më doni si ju dua, edhe juve ta doni njëri tjetrin, njëri tjetrin të doni. Dhe t'ju largojeni punëve të këqija, të paudhë mos punoni, të cilat punë të këqija i ka përmbledhur me fjalën të paudhë, paudhësi, rrugë shtrembre djallit, që të bëj antitezë ndoshta me Zotin e vërtetë të poezisë. Ju kujtohet si nis poezia? Në mes tuaj kam qëndruar, që sugjeron poetin i cili qëndron i veçuar në mes të njerëzve, më fort i veçantë në mes të njerëzve dhe mundohet t'i ndriçojë ata. Kjo veçanti e poetit e supozuar qysh në vargun e parë betë e qartë dhe merr kuptim të plot te vargjet kam qenë mik me njerin, andaj dije më din. Pra poeti nuk e quan veten njeri, por mik të tij. Këto vargje mund t'i komentojmë si mënyrë për ta ndarë veten nga njeriu, për të treguar natyrën e veçantë të qenies poetike, sepse dhe misionin e ka të veçantë, i ardhur mes tyre, në mes tuaj kam qëndruar për ta kryer atë. Këtë qëndrim, ai i ndryshmi, i veçantë përballë njerëzve, e përforcojnë edhe vargjet që ndjekin. Gjithë tuaj ti kam parë, më me atë fise far. Po këto vargje na tregojnë edhe diçka tjetër. Poeti ka parë dhe i ka njohur të gjithë, më me atë fise far, por jo vetëm të sotmin, edhe ata të djeshmit. Si tani gjithë i kam ndërmend që rinin në më këtë vend. Pra poeti thotë se ka njohur të tashmit dhe brezat e shkuar. Gjithë tuaj ti kam parë që rinin në më këtë vend. Pra nuk bëhet fjalë për gjatësinë e një jete njerëzore, po për përjetësinë. Përderisa poezia është e përjetshme dhe poeti është i tillë në sajt të poezisë të tij. Më duket se pikërisht këtë përjetësi të poezisë dhe të qenies poetike kuptojmë me përmendjen e paraardhësve të njerëzve. Njerëzit, të cilët ndryshojnë nga brezi në brez, por në thelbe ruajnë shpirtrin e paraardhësve të tyre duke krijuar kështu atë që quhet vazhdimsi e racës njerëzore. Edhe sot ndërju ata shoh se shpirtin e tyre u njoh, që në fakt është përjetësia e racës njerëzore. Njësoj si përjetësia e qenies poetike që arrihet edhe ajo përmes ndryshimit të vazhdueshëm. Edhe unë, thot poeti, si ju jam ndruar, e jam përzjerë ndryshuar, pa jam bërë shumë herë, zjarë uje balë të erë. Jo më kot përmend këtu zjarin ujin balë të erën, si pas filozofive antike, këto janë 4 elementet bazë të krimit të universit. E kuptojmë pra vendin që Naimi jep qenies poetike në tërësinë e elementeve përbërës të botës. Nëse këtë ndërim e këtë ndryshim të vazhdueshëm, edhe unë si ju jam ndruar, jam përzjerë ndryshuar, e ilustron më gjerë të vargjet pasardhëse. Edhe në qije i fluturoj, edhe brenda në dhet qëndroj. Shumë herë fle në balt, diku ndodhem dhe në mjalt. Bënem qenë që ke cipir, lul e bar e gjetin bir. Pra poeti gjendet kudo, në qiell, në dhe, në balt, në mjalt. Na kujton që ky perceptim poetiko-filozofik, pikërisht, panteizmin e Naimit, që Zotin e sheh kudo, në çdo send, se çdo gjë që ka krijuar e ka vënë një copës të vetes brenda. Po këtu nuk po flet për Zotin, por për poetin. Pra e shihni se ku e vendos Naimi poetin në hierarkinë që nga njeriu i thjesht deri tek qenia më lart Zoti, pra cili është vendi i poetit, sa afër dhe sa i ngjashëm me Zotin është ai sipas Naimit. Është me prejardhje hyjnore, jam një shkëndij prej qielli dhe një drudhëzë thërime grimcë prej dielli me zjarin që i digjet së brendshmi. Dhe nëse ti njeri zakonshëm je ende kurioz dhe kërkon të dish akoma më shumë për natyrën e qenies poetike dhe poezinë, Naimi të përgjigjet. Shumë fjalë dua t'ju them, po trembe mos ju bëj ju jem, mos ju ngatroj. Pse ka frikë mos na ngatroj me fjalën e tij? Po se qenia poetike nuk është aq thjesht e shpjegueshme, si Zoti që është përtej diturisë njerëzore, thjesht duhet besuar jo hulumtuar. Gjithashtu fjala, gjua e poetit, nuk është e zakonshme dhe e kuptueshme prej të gjithëve. Sipas Naimit duhet jesh i shuguruar poet që të mund të flasësh apo ta kuptosh atë, sepse tipari thelbësor kryesor i saj, përbërësi kryesor i gjuhës poetike është zjarri, që ta djeg mushkërinë siç e pa më parë. Prandaj gjuhën poetike e quajnë gjuhë të zjarrt dhe thërret me emocion në fund, e ku shkruhen në kartë fjalët e gjuhës së zjarrt. Dhe tani në fund, pasi e komentuam varg me varg, mund t'japim përgjigje me siguri të plota se pyetjes që bëm në fillim. A është poezi patriotike kjo poezi? Natyrisht që jo, përderisa mediton për poetin, natyrën e tij, misionin, gjuhën poetike, është poezi meditative, filozofike dhe jo patriotike. Nëse do të dish më shumë për fjalët e Qiririt, le themi je para një testimi kur ke dyshime se mund të të bjerë kjo poezi, ose thjesht do të jesh i përgatitur për mësimin nesër. Të sugjerosh ta shohësh të plot serinë e videokomenteve, por sidomos të shfrytëzosh materialin shtesë për këtë poezi tek webfaqja klasaletërsi.com. Shko tek menu analiza komente, nën menu klasa e 11, aty shih Naim Frashëri fjalët e Qiririt.
Aty do të gjesh kuize, pyetje me alternativa për këtë poezi, materiale shtesë dhe sidomos do të gjesh të shtjelluara shumicën e ushtrimeve të tekstit shkollor.